Vallja tradicionale e Tropojës u prezantua në skenën e Sanremos nga Zgan Haklaj dhe vajza e tij Adela, në kuadër të manifestimit ndërkombëtar Festa dei Popoli, ku morën pjesë përfaqësues nga 18 shtete. Interpretimi i tyre u vlerësua si një moment i veçantë për promovimin e kulturës dhe trashëgimisë shqiptare në arenën ndërkombëtare. Përmes performancës së përbashkët Babe Bi, përcollën mesazhin e ruajtjes dhe përcjelljes së traditave nga njëri brez te tjetri, duke dëshmuar se kultura popullore shqiptare vazhdon të jetojë dhe të trashëgohet. Të veshur me kostume tradicionale të Malësisë së Gjakovës, Azgan dhe Adela Haklaj interpretuan autencitetin e valles së Tropojës, duke ruajtur lëvizjet karakteristike dhe elementet burimore të kësaj valleje. Performanca solli në skenën e Sanremos jo vetëm një interpretim artistik, por edhe historinë e identitetit dhe vlerat kulturore të trevës së Tropojës. Pjesëmarrja në këtë aktivitet shumë kombësh përbën një tjetër promovim të rëndësishëm të folklorit shqiptar, duke prezantuar atë para një publiku ndërkombëtar dhe duke dëshmuar pasurinë e traditave shqiptare. Guardavano la figlia con un amore immenso. Your eyes are looking at your daughter with a love. Huge love. Grazie. Complimenti. Sicuramente.